Mirë se po takohemi edhe këtë javë në kronikën e rregullt të librit në Mirëmëngjesi Kosovë, nderuar teleshikues, edhe këtë javë janë 5 tituj, 5 autor, 5 vepra të reja e të kërkuara në librari. E nisim me përkosia e lëvizjeve kundërshtuese në Kosovë 1941-1999, botuar nga Instituti Historisë Ali Hadri, autores Mrika Limani Myrtaj. Është një botim i ri ky. Myrtaj është bashkëpunëtore shkencore në Institutin e Historisë Ali Hadri në Prishtinë. Fushat e interesit shkencor të saj janë lëvizjet politike dhe sociale gjatë shekullit 20, teoritë bashkëkohore, historiografike dhe dhuna në mas. Është autore e 10 punimeve shkencore dhe monografisë për Kosovën sigurisht, perspektivat mbi ideologjinë dhe dhunën në Kosovë. Konkretisht është titulli i saj, gjatë luftës së dytë botërore. Ne u përcjellim përkosia e lëvizjeve kundërshtuese në Kosovë gjatë këtyre viteve. Ja tek shihni dhe përmbajtjen e këtij libri që është goxha voluminoz, por edhe përmbajtësor. Ky studim në fakt është nisur që në 2016, atëherë kur autorja ishte e sigurt që studimet për dhunën dhe dhunën në masë në fushën e historiografisë janë qendrore për të kuptuar ndryshimet gjeopolitike me peshë rëndësi, por nuk mori shumë kohë dhe mendimi i saj për këtë çështje ndryshoi dukshëm. Lëvrimet literaturës së ndryshme historike, përfshirë ato teorike arkivore, e lanë atë të kuptojë se fuqia e vërtetë e ndryshimit nuk janë mendimet politike e lufta dhe pavarësyeshme të pushtetarëve. Shtysa e ndryshimit janë lëvizjet shoqërore dhe bashkëdyzimi i tyre me qëllime fisnike për çlirim. Megjithse kronologjia e librit e ndjek vijën zyrtare të ngjarjeve, në çdo kapitull të thelb të studimit janë lëvizjet sociale, politike të kushtëzuara nga rrethanat ekonomike, ato lëvizjet në bazë që e kanë bërë ndryshimin e historisë në fakt. Është trajtimi teorik që ka qenë parsor në kuptimin e tyre ndryshimeve historike, të parashtruara si kornizat caktuara teorike që e mundsojnë shqyrtimin e ngjarjeve historike në mënyrë koncize të logjikshme, pa e ndarë rrjedhën e ngjarjeve lokale nga një ambicie transnacionale e po aq njerëzore. Dua që ju ta merrni këtë libër, ta shikoni, ta lexoni, është i rëndësishëm për ta patur në bibliotekat tuaja, edhe një autore siç është Mrika Limani Myrtaj, patjetër që bën studime të tilla të këtij niveli. Ag Apolloni sikur të isha djallë. Roman. Nuk mundën Endri të bëjnë djallë, apo secili ka anën e tij të keqe. Agu ka lindur në 1982, në shkrimtar dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Veprat e tij janë shpërblyer me shumë çmime dhe janë përkthyer në shumë gjuhë. Romanet e tij janë vlerësuar lart nga emra të ndryshëm dhe nga kritika vendore dhe ndërkombëtare. Kjo është një histori dashurie e rrëfyer nga goja e një djalli ose e dikujt që shtiret sikur ishte djallë. Krahas dashurisë së dy të rinjve për njëri tjetrin, tregon edhe dashuria e tyre për Vjenën, ku kaluan ditë të paharrueshme. Me një stil ekspresionist, këtu flitet për komplekse dhe tabut, ndërkohë që thyen kufin mes realitetit dhe fantazisë, si dhe mes të vetëdijshmes, të nënvetëdijshmes dhe të pavetëdijshmes. Herakliti thoshte se nuk mund të lahemi dy herë në të njëjtin lum. E bukur, thënia shumë. Pranë lumit Danub, dikush diskuton dhe dëshiron ta jetojë dy herë historinë e tij të dashurisë. Por, a është e mundur kjo? Ndoshta, por së pari i duhet të bëj një pakt me djallin. Sikur të isha djallë dhe të jetoja të njëjtën histori dashurie dy herë, por tani, pas, si me thënë, zhgënjimeve, mund t'i rregullojmë disa gjëra. A mund të lahesh dy herë në të njëjtin lum? E gjeni te Agu, një rrefim fantastik, një roman i mrekullueshëm. Ajo duhet të mbajë të sigurt, por ajo po të mban të burgosur. Wow, nëna më do. Butimet e univers janë ato që e sjellin. Abby Davis është autor dhe në fakt është një vajzë e vogël. Nëna e do shumë Mirabelën. Ajo është kukulla e saj e vogël. Nëna e vesh, e bojatis tyrën dhe i ngjyen flokët gjithashtu. Ndërkohë që Mirabela rritet, fustanet nuk i rinë aq mirë si dikur, as fytyra e lyer nuk ngjan lezetshëm po si dikur. Nëna nuk është e lumtur. Dy vajza të vogla. Në ditëlindjen e 13 Mirabelës, nëna mbrin shtëpi me një dhuratë, një motor të re 5 vjeçaren, Clarabella, të cilën nëna e kishte shpëtuar nga bota jashtme. Nëna ka nevojë vetëm për njërin. Ndërkohë që nëna e kupton se Mirabela nuk është më kukulla e saj e vogël, kupton gjithashtu se jeta e së bijes nuk është ajo që priste në fakt. Shpesh kukullat
hidhen tutje. Është një thriller psikologjik origjinal që të le pa fjalë ky libër zonja Zotri, shpalosur në hapa gjigantën me mënyra shokuese, tmerrsisht mbërthyes, me një kulm që të dalë zemra vendit, thuhet. Është një fabul klaustrofobike rrënqetëse. Nëna më do. Cila nënë nuk e do të voglën e saj ose të voglin e saj. Por jeta vazhdon, të vogla tona rriten dhe ne na pëlqeu ose na pëlqeu duhet i përshtatemi rritës së tyre, tua kuptojmë ndjesit, emocionet, dëshirat për jetën dhe të jemi në krah të tyre, të mos i ndalojmë. Mandarinët, Simone de Beauvoir. Ua, çfarë kopertine, ato klasike të viteve 5-60. Disa zonja të papërsëritshme. Ky është një roman tepër emocionues dhe tërheqës, shumë më tepër se një roman për ngjarje reale. Kështu ka thënë spaku New York Times, një roman i jashtëzakonshëm, pikant, i sinqert dhe realist. Por hajde ta lexojmë pak se për çka bëhet fjalë. Në Parisin e viteve 45. Një grup miq mblidhen për të festuar fundin e pushtimit gjerman dhe për të planifikuar të ardhmen e tyre. Janë mandarinët, që siç e quajnë veten, intelektualet parisien, të cilët de Beauvoir përshkruan me një ndjeshmëri të mpret dhe mahnitëse, pa nguruar të zbërthej betejën dhe lëvizjet e tyre të diskutueshme filozofiko-politike e letrare. Dhe në fakt, askush më mirë se ajo nuk mund të rrëfente për atë periudhë të trazuar pas luftës dhe në të cilën intelektualet francezë, pra mandarinët, ishin protagonistë të padiskutueshëm të jetës kulturore e politike. Shiheni. Super i mirë, mandarinët. Ende jemi larg sezonit të atyre mandarinëve. Në vjesh dalin mandarinët, po gjithmonë po asocoj me intelektualet, ha? Tokël, Visar Saliu. Natyrisht rrufat e Stinës ndikojnë. Ngjyrat të Ylberta. Ngjyrat të Ylberta nga Shahe Rama vinë me plot ngjyra në këtë libër me poezi fantastike, poezi për fëmijë, sepse është ribotimi, por i plotësuar sigurisht me poezi të bukura për fëmijët e gjeni në librari. Po se s'pas ka vendosur një çmim për këtë libër, kështu që kur të vini tek librari, sigurisht tetat që janë këtu, po tregojnë dhe çmimin edhe ju do ta bleni për të lexuar poezi të bukura. Pastaj ju po dini që ofrohen edhe pushimet e pranverës, edhe keni mundësi për të lexuar Ngjyrat Ylberta, Mandarinët, Nëna më do, Sikur të isha djallë dhe përkohësia e lëvizjeve kundërshtuese në Kosovë në vitet 1941-1999 kanë qenë vepra që unë dhe operatori im i palodhshëm Visar Saliu u apërcollëm sot. Bashkë do të shihemi, sigurisht javës që vjen lexoni.